Shkodra përmbylli me sukses edicionin e 63 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë. Në natën e tretë dhe finale të festivalit u interpretuan plot 29 këngë. Çmimi i parë në kategorinë junior ju dha këngës Fruta e Perime, interpretuar nga Kroni Pula, me muzikë, tekst dhe orkestrim nga Adrian Hila. Kjo këngë do të përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e ardhshëm të Junior Eurovision 2025. Ma mu duk shumë e bukur, më pëlqente shumë si eksperiencë. Ishte kjo e vogla këtu do na përfaqësojë në Eurovision. Ne urojmë sukseses më të shumta. Dy figura të njohura të muzikës shqiptare, Robert Radoja dhe Inva Mula, pjesë e jurisë së festivalit, vlerësuan këtë edicion të fëmijëve si shumë të suksesshëm. Njëherë unë jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë sipas traditës dhe mbi të gjitha entuziazmi i fëmijëve dhe këngëtarë ishin të lavdërueshëm. Ndjem e vogël. Mbi të gjitha ndjem e vogël më kthehen kujtimet më të bukura të jetës time. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja. Dhe janë bresa të pashlyera. Sot vërtet unë ndjeva shumë emocionuar se kam vite që nuk kam ardhur. Madje do thoja që është era parë që jam e ftuar do thoja në zhuri të këtij festivali dhe në momentin që mu bë kjo ftesë vrapova për të ardhur, për arsye se Shkodrën e kam në zemër, këtë festival e kam në zemër, edhe unë ndjeva shumë mirë. Unë i uroj vetëm suksese dhe uroj suksese festivalit kombëtar Shkodrës, i cili do prodhoj tashmë këngën për Eurovision. Në kategorinë e të vegjëlve, çmimi i parë ju dha këngës Ja çfarë bëri bubi im, kënduar nga Maria Kalaja. Një nga çmimet më të veçanta të mbrëmjes, Kujti Malia, që mban emrin e një prej figurave më të dashura të festivalit, ju dorëzua skenografi Adnan Kastrati për krijimin e një atmosfere magjike në skenën e këtij edicioni. Më erdhi pa pritur, pa menuar dhe e thash edhe aty, mu pa qefi shumë, një të përqimit, më mjafton që mu më dha koca e kujtimit jeta, e cila ka linë në një prej këtyre festivaleve që ne kemi bërë prej 30 e ca vjeç që unë pak të bëj skenografinë e këtij festivali. Jam shumë i lumtur, ju uroj suksese dhe faleminderit Shkodrës dhe gjithë festivalit. Pas përfundimit të natës finale, organizatorët ndanë emocionet dhe reflektimet mbi punën e bërë. Sigurisht që është vlerë e shtume dhe vetë pjesëmarrja e këngës fituese në Junior Fest, por sigurisht që ky festival ka pas gjithmonë vlera dhe asnjëherë nuk i humb këto vlera. Është një grup i madh pune, por punën më të madhe në këtë pjesë, sigurisht që e bën kori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia me mësuesit e saj, sepse vlen përmendet dhe të falenderoj përzemërsisht prindërit që na kanë mbështetur, sepse janë 2 muaj intensiv. Unë mendoj që festivali duhet bëhet institucion, edhe kur them unë e kam fjalën këtu në emër gjithë stafit edhe organizatorëve. Fatmirësisht mendoj që ndoshta përpara gjithë vendit festivali e ka kaluar atë tranzicionin e tij të vështirë të njëherë fillim viteve 90 e pastaj edhe në mesin e viteve 2000 dhe mendoj që sfida jone e përbashkët tashmë që kemi rivendosur një bashkëpunim shumë të mirë me Radio Televizionin Shqiptar, duke bërë të mundur që edhe ta kthejmë drejtësinë në vend, edhe nga ky festival të shkojë kënga që përfaqëson Shqipërinë në garën europiane të këngëtarëve të vegjël. Mendoj që hapat të mëtejshëm janë që shteti në përgjithësi duhet kuptojë që festivali i fëmijëve nuk është kurrë një festival komerci. Është një festival që sigurisht promovon vlera, që vën në garë krijuesit e rritur, që le të themi bëhet trampolin për të zbuluar talentet e reja dhe për t'i çuar ato më tej në skenë, por mbi të gjitha është një skenë edukative dhe si e tillë është detyrë institucionale që ta çojë këtë përpara. Festivali përmbylli 3 net plot emocion dhe art, duke lënë pas jo vetëm fitues, por mbi të gjitha kujtime dhe përvoja që do t'udhëheqin fëmijët drejt ëndrave të mëdha muzikore.